Kosova voton në hijen e një krize të zgjatur nga mungesa e kompromisit dhe bllokimi i vazhdueshëm institucional. Po punohemi në shumë reforma pa asnjë nevojë. Në lojë nuk është vetëm pushteti, por edhe funksionimi i vetë shtetit. Duhet të arrihet një marrëveshje mes kujt do qoftë. Përndryshe, kriza rrezikon të kalojë nga politike në strukturore. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të Ekspozes, magazinës së përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Në kutitë e votimit sërish, më 7 qershor, qytetarët e Kosovës do të përpiqen të japin drejtim një krize që, sipas vëzhguesve, buron nga ambicia për kontroll të plotë të pushtetit dhe mungesa e gatishmërisë për kompromis. Dalja prej saj tani është e kufizuar në vetëm pak skenar. Zgjedhjet e së dielës janë të tretat brenda më pak se një viti e gjysmë pas zgjedhjeve të rregullta të 9 shkurtit 2025 dhe një tjetër palë të parakohshme më 28 dhjetor. Të parat dështuan të prodhojnë qeverinë, ndërsa të dytat ndonë se i dhanë lëvizjes vetëvendosje mbi 51% të votave, shumicën më të madhe në Kosovën shtet, nuk sollën marrëveshje për presidentin sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Kjo çoi automatikisht në shpërndarjen e kuvendit mes natën e 28 prillit, vetëm 2 muaj e gjysmë pas konstituimit. Dhe 2 ditë më vonë, ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu shpalli zgjedhje të reja. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen me 7 qershor. Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti, shpërndarja e legjislaturës së 10 ishte mjerim politik, i shkaktuar nga partitë deri atëherë në opozit, të cilat i akuzoi për mungesë, bashkëpunimi dhe bojkotim të qëllimshëm të seancave për zgjedhjen e presidentit. Kjo opozit mundet me sjell një fytyrë të re, por zanotin e karakterin e kohët vjetër. Prandaj edhe janë në rëmje të lirë. Janë duke rënë vazhdimisht në për ciklet elektorale. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, Partia Demokratike e Kosovës doli e dyta me 22 mandate deputetësh, 35 më pak se lëvizja vetëvendosje me 57, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi 15, 5 më pak se në zgjedhjet e shkurtit. Të dyja partitë opozitare mirëpritën shkuarjen në zgjedhje të reja, megjithse kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se ato u imponuan nga pushteti, i cili me shumicën prej 51% kërkoi nënshtrim politik. Tani është koha për bashkimin e njerëzve të mirë të këtij vendi që duan një Kosovë normale, pa dramë, pa propagandë, shkroi Abdigjiku në Facebook. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se në garën e 7 qershorit marrin pjesë 22 parti politike dhe 3 koalicione parazgjedhore. Lëvizja e vetëvendosje hyn në zgjedhje në koalicion me 3 subjekte të vogla, Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane, ndërsa 3 partitë kryesore opozitare, PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja, garojnë të vetme. Njësoj e vetme garon edhe Lista Sërbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar. Pjesë e kësaj gare është edhe ish presidentja vendit Vjosa Osmani, e cila i prin listës për deputet të LDK-s, partisë ku ishte pjesë përpara mandatit presidencial. Të drejtë vote sipas listës së votuesve të miratuar nga KQZ-ja kanë rreth 2 milion qytetar, përfshirë diasporën. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit votuan rreth 900.000 prej tyre, ose rreth 45% e elektoratit. Për organizimin e këtij procesi, qeveria në detyrë e Kosovës miratoi kërkesën e KQZ-s për ndarjen e rreth 10.9 milion eurove. Për krahasim, zgjedhjet e dhjetorit kishin një buxhet të planifikuar prej 11.5 milion eurosh, ndërsa shpenzimet reale sipas raporteve të KQZ-s
arritën në rreth 7.4 milion. Edhe kësaj radhe, procesi do të monitorohet nga mira vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Ushtruesja detyrës së presidentit Haxhiu shkroi në letrën dërguar udhëheqësve evropian se prania e misionit vëzhgues të BE-s do të kontribuonte në transparencën, kredibilitetin dhe integritetin e procesit zgjedhor në përputhje me përkushtimin e vazhdueshëm të Republikës së Kosovës për standarde demokratike dhe zgjedhje të lira. Donse pajtohen përzgjedhjet organizuara vazhdimisht mirë, vëzhguesit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se ky cikël vetëm për rotacion pushteti nuk është, por për drejtimin që do të marrë vetë shteti. Përqendrim më i madh i pushtetit te një parti, model konsensual ose vazhdim i blokadës. Agon Maliqi përkufizon qartë dilemën mes liderit të fortë dhe kompromisit të detyruar. Ai paralajmëron se Kosova rrezikon të rrëshqas drejt një modeli si në Shqipëri apo në Serbi, ku pushteti përqendrohet te një lider që kontrollon gjithçka përballë alternativës së një sistemi që imponon bashkëpunim dhe ruan balancat demokratike. Personalisht besoj që ky rezultat do të ishte një rezultat më i parafort me zgjedhjet e shkurtit të vitit të kaluar, pra i cili imponon konsensus. Ndoshta jo vetëm për presidentin, por edhe për qeverinë, sepse sistemin politik e kemi të tillë, i cili e bën shumë të vështirë ose të pamundshëm që një parti të kontrollojë gjithçka. Sistemi politik në Kosovë është i ndërtuar në atë mënyrë që për një sër vendimesh të rëndësishme si zgjedhja e presidentit kërkohet shumica prej 2/3 në kuvend. Kjo obligon bashkëpunim ndërpartiak dhe marrëveshje politike. Por sipas Maliqit, problemi qëndron tek aktorët politik, të cilët shpesh synojnë më shumë pushtet se sa u jep mandati elektoral. Në analizën e tij, ai vlerëson se situata aktuale i krijon komoditet qeverisë në detyrë pasi funksionon me më pak mbikëqyrje dhe më shumë hapësirë për justifikime. Kjo gjendje sipas tij mund të shfrytëzohet edhe për të shtyrë marrjen e vendimeve të vështira, përfshirë ato që lidhen me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në të njëjtën frym kritike, edhe Artan Muhaxhiri argumenton se situata është produkt i një klase politike të papërgjegjshme, e cila, siç thotë ai, vepron në shpërputhje me nevojat e qytetarëve. Sipas tij, problemi nuk qëndron vetëm te shpeshtësia e zgjedhjeve, por edhe të mungesa e kulturës së kompromisit dhe funksionalitetit institucional. Sepse përmendet shpesh Belgjika apo ndonjë rast tjetër ku ka pas zgjedhje të njëpasjeshme, po mirë, po ato kanë sisteme institucionale, sociopolitike të cilat e kanë një trajektore të paracaktuar, e kanë një qëndrueshmëri, pra nuk mvarren çdo gjë nga politika siç është në Kosovë. Me një popullsi prej rreth 1.6 milion banorësh dhe e vlerësuar si vendet më të varfra në Evropë, Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj pasojave të paqëndrueshmërisë politike. Të dy vëzhguesit paralajmërojnë rritje të mosbesimit qytetar dhe zhgënjimit institucional, ndërsa BE-ja alarmon për humbje të mëtejshme të kohës dhe fondeve. Një raport i Parlamentit Evropian i miratuar këtë javë e përshkruar në vitin 2025 si të humbur për Kosovën, me rrezik që stagnimi të vazhdojë edhe më 2026. Kjo, sipas raportit, mund të vërë në pikpyetje përfitimin e miliona eurove nga plani i rritjes dhe fondet e BE-s për Ballkanin Perëndimor. BE-ja nuk mund t'ja bëjë detyrat e shtëpisë Kosovës, ishte mesazhi që presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa u dha udhëheqësve kosovar gjatë një vizite në Prishtinë më 3 qershor. Kosova ka nevojë për institucione të forta, stabile dhe funksionale, tha ai. Në raportet me partnerët ndërkombëtar, Muhaxhiri e cilëson sinjalin që dërgon Kosova si katastrofal për stabilitetin, me pasoja konkrete në investime dhe mbështetje. Asnjë zhvillim i madh gjeopolitik i Kosovës nuk mund bëhet pa përkrahjen e Washingtonit edhe të Brukselit, edhe është jashtëzakonisht zhgënjyese që politikanët tanë nuk e kanë vedijen e mjaftueshme politike që t'i shohin gjitha këto dëme të mëdha që janë duke ja shkaktuar Kosovës, sepse tash do duhet shumë kohë që të kthehemi në pikën ku kemi qenë para bllokadës.
Maliqi shkon edhe më larg duke paralajmëruar se Kosova po ngec në një lloj limboje në raport me integrimet evropiane, së bashku me vende si Bosnia, Serbia dhe Maqedonia Veriut, ndërsa Mali i Zi dhe Shqipëria ecin përpara. Kostot e kësaj do të shihen më vonë, pra kostot e mungesës së një raporti produktiv me vendet e BE-s, kostot e mungesës përfshirjes së Kosovës në projekte të ndryshme ekonomike, sidomos ato amerikane, për shembull, ka një vazhdimsi në fushën e mbrojtjes, që ka qenë në fushën nga SHBA nuk është ndërprerë pothuajse asnjëherë, por fusha tjera politike, ekonomike, ka një ngesë. BE-ja dhe SHBA-ja kanë reaguar disa herë ndaj bllokadave në Kosovë duke kërkuar formimin e institucioneve dhe daljen nga ngërçi, por pa ndërhyrje të drejtë për drejtë. Muhaxhiri vlerëson se arritja marrëveshjes për institucionet pa trysninë e ndërkombëtarëve do të jetë e vështirë. Ai thotë se vetëm presioni nga Brukseli dhe Washingtoni përmes paralajmërimeve për pasojat e bllokimit politik mund të shtyjë palët drejt kompromisit. Përndryshe vendi rrezikon të mbetet në të njëjtin cikël ngërçi pa rezultate konkrete. Dhe në kaluarën ka pas blokada prej vitit 99, pra ka qenë ai hendeku i madh mes PDK-s dhe LDK-s, hendeku historik, mirë po me përkrahje ndërkombëtare, me trysni ndërkombëtare ka arrit që të tejkalohet. Në retorikën publike, udhëheqësit politik në Kosovë janë shprehur shpesh të vetëdijshëm për këto pasoja. Qytetarët nga ne presin për bashkim kur bëhet fjalë për interesat e vendit, presin institucione stabile dhe jo e kundërta e saj. Po punohemi në shumë reforma pa asnjë nevojë. Por kjo nuk është reflektuar në veprim dhe për analistët, kjo e bën krizën kryesisht të prodhuar dhe të riprodhuar nga vetë elitat politike përmes kokforcisë që kanë në qëndrime. Ndaj në fund pyetja nuk është vetëm kush fiton, por nëse pas 7 qershorit Kosova do të jetë në gjendje të qeveriset. Një element që lë hapësirë për optimizëm është fakti se ndonse fushata shoqëruar me gjuhë të polarizuar nuk ka pasur retorik të vijave të kuqe që do ta pamundësonte bashkëpunimin pas zgjedhor. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Për të reja të fundit vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premten ardhshme. Mirëmbëjtje.